Mirë se ardhët në Përballje Podcast, unë jam Muhamet Hajrullah. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që e nisëm vitin në realisht 2026, ose edhe pse politikisht po ka shumë tema të mëdha në Kosovë deri në gjysmën e 2 të janarit, paramendon 2026-ën, por mungesa e energjisë elektrike, sidomos pas vërshimeve që ndodhen në Kosovë, ku pat pastaj ankesa të shumta nga qytetarët, nga bizneset, rritja e mundshme që mund të ndodhë, çmimet e larta që na ardhën gjatë muajit dhjetor që do të na vinë edhe në muajin janar, çfarë pritet të ndodhë me sektorin e energjisë, cila është gjendja reale? A ka mafi energjetike në Kosovë dhe kush përfiton nga kjo? Për të diskutuar për këtë temë, unë kam ftuar zonjën Janina Ymeri nga Lidha Demokratike e Kosovës, një deputete e zgjedhur në Kuvendin e Kosovës me rezultatet e KQZ-s, të cilat do të certifikohen së shpejti. Janina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Unë vjen shumë mirë që po diskutojmë në këtë bisedë, jo një intervistë klasike, në diskutim për një temë kaq të rëndësishme, e di që ke ngritur zonën shumë gjatë kësaj periudhe, po edhe dje na patëm mungesë e energjisë edhe në telegraf, edhe në qytetin Mahall. Çka po ndodh që kjo mungesë e energjisë që ndodh zakonshëm, por nuk e pritëm që penisim 2026 në mungesë energjisë. Po, dje ka pas reduktime edhe në Prishtinë, gjë që përbën një dallim, është zonë e privilegjuar për shkak që i ka edhe institucionet publike në këtë vend, ka edhe ÇKU-n, i ka edhe ndërtesat ose funksionet kyçe të vendit, përndryshe qytete të tjera janë edhe shumë të atakuara. Po e flas këto jashta komenteve që i marr për njerëzve, të mis prej Ferizajit që është vendbanimi deri te vendet tjera që janë marrë rurale ma keq. Do me thonë, kur e ka prek edhe Prishtinën, i bjen që është... Tash paramendo që ka mujna me thonë për venet tjera. Edhe kjo ka lëzën që atë që për folim që saku, do me thonë është kolaps energjetik, vetëm se dje është manifestu edhe në kushte matrona. Ky kolaps energjetik, cilën po e quajnë Janina, nëse mund pak me zbërthy për publikun. Pse po ndodh realisht? Për shkak që ndoshta edhe dikur që kam përcjell gjatë politikën edhe problemet edhe të qeverive të kaluara, kryeministrave të kaluara, të gjitha këto, dhe gjithmonë ky problemi i periudhës së rënies kur s'kemi energji, por shpesh ka ndodhur, ju e dini, edhe gjatë verës shpesh s'kemi pas energji. Ishte kjo para s'është larg vitin e kaluar, ose para 2 viteve. Pra në pikë verës kishte mungesë energjisë elektrike. A është që kjo situatë, për shkak që dje zakonisht fillon me hojë faje. Qeveria, zoreja, keko, kesko. Dhe kush pëson në fund? Na, qytetari. Krejt, po. Dhe qytetari se kuptojnë pasaj këtë hedhjen e fajet, krimin e këtyre turbulencave, sepse këto krijohen pasaj hutia për mos mu marrë vesh që është e vërteta. Po, që kjo është edhe qëllimi, krejt po bëhem për mos mu marrë vesh. A po bëhet që kjo qështo? Sigurisht, që kjo bëhet, po këto nuk janë zyrtarë, tash mos ta marrin fajin, mos ta lëmë fajin zyrtarëve që janë përgjegjës. Unë e kuptoj që punëtorë teknik janë shumë në presion, unë nuk ka shumë presion të madh, me tra 2 bloqe pe 5 është shumë, po kjo bëhet pe instancave qeveritare. Për mua është normal se unë e kuptoj që këta nuk dalin në përballje me publikun. Po dje as kryeministri, as ministri janë detyrë që kanë qenë deri tash nuk kanë pas asnjë reagim kur është të importu 50% e konsumit edhe që është i pranum prej kesko cila ke. Tash çapo ndodh është kështu. Bjen prodhimi. Na dhe me kapacitet 100% kekut nuk mujna me mbulu vetën, pa import. Kjo është e vërteta e rëmë. Po në rast se kur bjen blokë... Pa import, do më thonë edhe në rrethonat kur s'ka kërkesat më. Edhe në ditë më të mira tjetës, nuk mund është komplet 24 orë keku nëse ka punu deri tash. 24 orë me mbulu, pa import është problem. Ora 5 është dhe në 6 është ronë në ngarkes, njerëzit shumë pi punës, shkojnë të shtëpia, kështu shumë pajisje. Shkojnë të gjitha pajisjet. Po, se na jena ambisri më shumë. Dhe më thonë, konsumi që është nuk është industrial, 48% sajti është ambisri, tani është ora 10, 11, 12, edhe kjo është, ka gjaheron, anë natën për shembull, mes natë, na bojmë eksport, se rryma do të në sistemin që e kena na, ose do të në të dhonë rrymën, ose me marë rrymën. Nuk mujna me thonë pelojmë që aty pe paketojmë.
Nuk është se pe shoh që pe krahasojnë me produkte tjera si ato të marketit. Nuk është ujë, nuk është produkt si gota që mundet mu paketu. E qartë. Ose marrim ose japim rrymë. Na jena të marrim, edhe kur të bim bloqet, edhe s'ki, pse po thom kollaps, për me shkurtu, s'ki planifikim, nuk ki përgjegjësi, as pe institucioneve publike, pe autoriteteve rregulluese si ZRE-ja, as pe kompanive publike, as pe instancave qeveritare si Ministria e Ekonomisë. Kjo e bën kollaps, tash ku në dhomë ku jemi na, kërkosh nuk vetet, as kërkosh nuk folet, që në letra dihet për shembull është COI kjo është kollaps, do me thonë anarki, nuk merret vesh çka të bu. Që kjo është edhe çka po ndodh tash. Na e kena thonë edhe më herët, dhe është pritje. Po derisa po ju vjen normal qytetarëve, kuptoj që kërkosh nuk qohet me shqetësim, që është në politikë bërje që te këshyr për shqetësimin e popullatës, jo gjithë e marrin vesh derisa dhe ndodh. Po, dhe te kjo që e quajte kollaps dhe e shpjegove letëm një farloj piramide pse kjo ndodh, e kam shumë nevojshme për publikun, sepse shpesh herë ka diskutimet edhe njerëzve që se kuptojnë fushën e energjetike, aspektin e importit, aspektin e shpërndarjes, rrjetet, gjitha këto vështirësitë rajonale, marrëveshjet e Kosovës me Shqipërinë për shembull, për shkëmbim e tjera. Dhe në mungesë të kësaj pastaj kemi nevojë për ekspertizë, me ndëgju njerëz pse po ndodh kjo. Unë shpesh i shoh reagimet kryesisht bizneseve që i prek më shumë ti pastaj. E kam bërë luftën më të madhe ligjore ata. Kjo është e para. Jo e deni edhe me dalën në treg te kompanitë e mëdha. Kjo është e para. Pastaj e dyta është qytetarët që i dhezin agregatet. Pra, kjo është pasqyra e dytë, unë i tregoj ato aspektet faktike. Manifestuese. Pra, bizneset ankohen çmimet e larta, prodhimi, çmimi i lartë energjisë. Qytetarët me agregata, bizneset me agregata. Dhe në nivel pastaj kështu institucional ose në heshtje, ose një transparenca me vonesë ndodh në proces. Tash, ti e shpjegova që piramidën dhe kollapsin që këtyne ju thatë ju përshtatet me ekzistu që kjo. Po, a kom bra pa qësoj, pse pjo përshtatet? Ma letë është mos me punu dhe me importu, se sa me punu më marë drejtësisht edhe profesionalisht me së të qështja. Po më nuna me një minut 2 me shpjegu sa ma thjesht. Shtu vjen kryeministre, shtu vjen ministrit, edhe vjen se cili kabineti qeveritar me ministri edhe ki ministrin përgjegjësi që në këtë rast është e ekonomisë, po faktikisht në që të farë modi punë ka shumë ministri tjera. Mas ministrisë ose qeverisë, vjen institucionet publike. Mas pari kompani publike si KEK është e shtetit, KEK është prodhues. KEK-u e jep energjinë elektrike, e gjeneron. I ki autoritetet rregulluese që do të më konë të pavaruna i përgjigjen kuvendit si ZRE-ja. E ki edhe kast. Pra nuk kena të folë këto për një aktar. Qeveria, kompanit publike, le private. Privatet veç e shpërndojnë. Këtu nuk ka të bëjnë ketësi. Si përgjithësi e para fjala, na përdojna me ditë problemin. Edhe i ki autoritetin rregullues ZRE-ja. Tash, ZRE-ja detyrohet me pas plan. Plan edhe me tregu që kaq e kena nevojën për energji elektrike, dohet me importu. Ose kemi me importu, ose na dohet me pas burime tjera. Ministria që pi hapa në kondet, a ka ndosh shumë ma shpejt mi u gra këtyne punëve, edhe me bo burim tri energjetik sa do pak, sa do shumë, ose për shembull bizneset mi shty sa ma shpejt me dal, me sa ma shumë kapacitete para se me pas në treg të lirë. Kas në anën tjetër, është dash me tregu që shpenzimet bartëse gjithashtu kosta dogana rrymës elektrike, në kuptim figurativ, me tregu që është urritë dhe rruga për shkak nevojës tonë urgjente. Këto janë të pavarur, ose thuhet që janë ashtu. Nuk ka ndodhur kjo. Çka ka ndodhur është kena përfundu import. Kita kanë shujt. Heshtje. Nuk para se me shku të importi. Pse është heshtja? Po është ma letë mësë me punu, ma letë është me shku me import. Okej, me shku me import edhe... Po se populli e pagun. Ta 70% e shpenzime Ministrisë Ekonomisë janë subvencione transfere. Ma letë me dhon pare, mi marë për neve me dhon pare. Merë për doganës, jep. Merë për doganës, jep. Merë për doganës, jep transferin 100, jep për rrymë. Ma letë është që kjo. Edhe plus aso interesat
janë më se të kënaqura në këtë pikë. Se tash importuesit e rrymës elektrike, bartësit e rrymës elektrike janë gjithë kënaqur. Kujt i konvenon importi i energjisë elektrike përveç tregtarëve? Nëse vjen dikush edhe më thot mu, tash për shembull kanë dalë edhe raportet e mbrëmshme, si për shembull Kosi, që thot ka pas ndryshime për manipulim të tregut të energjisë elektrike. Se normal është në vendet që nuk funksionon shteti, që manipulohet nevoja e energjisë elektrike. Njëjtë o manipulu edhe nevoja për listën esenciale të bërë. Pra, nuk është diçka që ka ndodhur veç te na. Çka ka nevojë shteti edhe nuk drejtohet me institucionet pavarura, po që janë mush me borde partijake, ndodh që kjo. E shpjegove të kjo pjesa e përgjithësisë, edhe shumë e rëndësishme për publikon. Por përveç kësaj, që am la përshtypje, po du tash me zbërthy këtë pjesë, ka të bëjë me ato që e the kujt i përshtatet kjo më shumë ti, aty importit tregtarëve, sepse është biznes. Dikush përfiton mbi kësaj, qytetarët paguajnë. Kush po përfiton? E di që e ke thonë gjatë, e ke shpjegu gjatë kësaj periudhe. 2024, shumica e importit është bo me kontrata e jo me shkëmbim me korporatën energjetike Shqipërisë. Se pesho që po bëhet që kjo pyetje ajna të shku në shkëmbim me cash korporata energjetike e Shqipërisë. Po, dhe pyetje legjitime është sepse shpesh herë është thonë që dy qeveritë kanë bërë marrëveshje në nivel institucional. Alpexi nuk funksionon në treg ditor. Alpexi ka kapacitet, Shqipëria, linja borce, Shqipëni, Kosovë ka kapacitet të kufizum. Gjam, Muhamet, në kapacitetin që jena të importu na nuk ka vend që na thot po që ka që muj me t'i dhonë. Dje par dje ka shku dhe një 700 megawatt në orë. Është shumë. Është shumë, absolutisht. Nëse shkojna me bursa ndërkombëtare, se më kanë vetë edhe sa është çmimi, mundet më shku deri 190.000 euro në orë. 190.000 euro në orë? Në orë. Deri që kaq. Po foli për maksimumi, se këto janë shkoj ka 50.000 edhe sot shambo. Jena deri në 400-500 megawatt në orë të importu. Kjo është, pa 50.000 euro e ki shumë vështirë me pështu me qëmë bursës në orë, sot. Pse po tham këto? Po, se kur bjen bloku pa pritmas, mu që shumë kanë tregu ma herët njerëzit që kanë punu e din shumë ma mirë në kek, me gjithë se unë nuk i kam dhonat historike, që kur ka ro bloku në kek, ka hi prokuroria, edhe ka këqyr që ka ndodh. Qa po ndodh? Ose e ka bo dikush qëllim shumë? A e ka bo dikush qëllim shumë? Po, se ka pas, me të drejtë. Tash unë s'po thëmë që e kam bo qëllim shumë, ose se kam bo. Po moment që bje bloku, sikur sklop ka që i kanë thonë me ro. Ajo du me konë një arsye, pse? Kene e holum e këshyr, që ka ndodh? Dëshme këshyr që ka ndodh, sidomos këtë përfundën me 150.000 euro në orë. E tash, në moment që s'ki organizim, se po më thojnë cila o zgjidhja, s'po thoni për zgjidhja. E po, mandej të zgjidhja e fundit, po jo. Kush po përfiton? Po, kush po përfiton? No, është importuesi ma i madh i energjisë elektrike, të paktën nga dhënat e vitit 2024. Po është importuesi që e vjet që shënohet në dogon të rrymës elektrike, po jo dhe bartë si gjithmonë. Edhe bartja ka shumë rëndësi në energji elektrike. Nuk janë gjithmonë si kur taksit që të presin të kohën me ta bartë ty një person ose një valigje. Nuk është gjithmonë. Ajo shkon me në minim. Do me thonë, ti dush me të tregu kur ki me bartë energji elektrike, sa ki me bartë në përmjet kujt. Pra është operacion logistik i avansum. Nuk ka kur gjo më të avansume. Sësa rryma elektrike në zhvillimin ku e kena na. Se njerëzit kanë rri shtetet në çfarë do profesione, në nga ana teknologjike. Po na ku jena nuk ka diçka më të avansume. Deri më tash, deri në 2020, pse po them është të avansume? Kemi qenë në blok me Serbi. Serbia na ka dirigju bartjen. Tash jo, tash e kem na. E kur e kena marrë na, e kena bo kësisoj. Import 259 milion euro në vitin 2024. 259 milion euro 2024? Po, më falë, 2025. Më falë, 2025. Vitin e kalum, se ta shalo e kena përshtypjen që jena në 2025. Kush i ka marrë keqëto? Në vitin 2024, që ato që i kena dhonat, janë Noa, që o konë importuesi ma i madh, në bartje ka dominu, në ankande ditore, mujore dhe më jam lidh bashk, Vukamovic,
që o ko nga Molizia dhe nga Maqedonia, për shkak që ai kur hyn mi bë bart janë hyn me 3 biznese. Ka qenë edhe elektroprivreda që tash po del se ka bashkëpunu me Nuan, sipas dyshimet janë sipas një raporti të kostit. Pra ja këta e din më mirë ja kush. Këta janë më të duhunit për me tregu çka ka ndodhur. Pra e ki fjalën kosti. Kosti është e sheh kush e bart, sa e bart, kur e bart. Kosti ka çto informata që duhet me real time. Mi ndomë neve. Në kohë reale. Transparencë më na dhon. Po. Kosti mu nuk i ka kur ja kom dërgu kërkesën, ka thonë na importojmë shumë pak, që është e vërtetë se aty nuk ju vjen shumë me importu, ata kanë bart, janë si përgjithësi operatori i tregut dhe transmisionit janë. E pra, tash VUK ka dominu në sa herë ka dalë si fitus i Ankondëv, së është Ankand, kush pe bart energjinë elektrike, Noa ka qenë si importus i për neve, do më thonë në doganën, për shembull, bjen një produkt, po ta bart jo për promocion, po kështu veç më kujtu si jamën frashpedi, ta bart. Nuk do me thonë, kush e bjen edhe e bart. Jo do e mos. Munësh me pas rrugën borës, ose munësh mos me pas. Po këto janë krejt interesat ndërleta. Çto do të mëna me pas parasysh? Në moment kur ka kaq shumë import, edhe e din ligësi në moment në varfrinë e sistemit elektroenergjetik në Kosovë, munësh me shfrytzu çu dush. E këta e kanë lënë qatë punë, shfrytzu edhe e kanë lënë për vite me radhë. Noa është favorit, ka qenë i favorizum, edhe në tasë nga Ministria e Ekonomisë. Qeverisë në detyrë televizit vendose. Arsyet? Ata e din më mirë. Do më thonë, ka qenë e favorizuar? Ka qenë e favorizuar. Ajo që e diskutove, sepse ky podcast shkoj rrjedh shumë sipas mendimit tam, ku shpjegu me nisu me thelbin, jo, fillimisht e nisu me thelbin mungesës energjisë elektrike, shqetësimi qytetarëve, bizneseve, dhe agregatat, pas aspekti i ndomjes së përgjithësisë, ajo piramida, dhe çështja tjetër që diskutum tash, ke importi përfituesi më i madh, 259 milion euro 2025 për Noan, dhe ajo tash në të shumë, po shkojmë te kjo pjesa zonja Janin, a ka zgjidhje që kjo situatë, sepse tash edhe si parti politike e lidhjes demokratike, si zyrtare e lidhjes demokratike e Kosovës, si deputete e ashme në kuvendin e Kosovës, nuk e dim se cilat do të jenë përgjithësit e rezultatet përfundimtare të cilat do të publikon, po besoj së shpejti, mirë po, a ka zgjidhje situata, dhe qysh mund të rregullohet, sepse njerëzit shpesher ka nevojë me dëgju edhe këto. Kritika, dyshimet, akuzat janë vlerësimet, gjendja, skanimi situatës është në rregull. Po, a ka zgjidhje që kjo? Po, veç para se me ndalë të zgjidhja, veç e kësha cek edhe një fakt, tash në raportin që e përmena ato koste, që e din këtë punë, ka dalë se elektroprivreda, dyshimet janë që është furnizues i komunave në veri. Qa ka ndodhë të na në vitin 2024-5 rrjedhimisht, është që neve na u kanë rritë faturat, po veriut jo. Në faturat tona jemi tu e pas edhe shpenzimeve operative në veri. Kada, sepse e den të kalumën që na kena pagu kur ata si kanë pagu. Tash, jetu më thonë që na sot jemi të pagu edhe të faturat e atyne që s'pi paguin. Jo, shpenzimet që i ka bo operative keci atje. Ai qartë. Që i ka investimet që i ka bo atje. Na kanë bërë neve. Po na kanë bërë neve. Pjesës tjetër të Kosovës. Po, pjesës tjetër të Kosovës. E qëto na du me thonë, sovraniteti cepëm cep. Amo nuk ka pas përmirësim, edhe pse na këta kanë pas me marrëveshje që ato, edhe këto për thëmë jashtë anës politike. Nëse një furnizues jo, nuk është politike, nëse one paguje, ti pagune çdo qytetar për shpenzimet. Se si rritën aty në faturat e energjisë elektrike. Edhe plus, unë po kam reagime për anës tjetër, ti po merresh me ceda. Merrna me centa, puna e më me cent. Merrna me cent dhe në fund. Po në rregull është edhe si... Po pse cent kur nuk është gabim që veç ulshu. Ka qenë planifikim. Edhe është kry. Të zgjidhja, ku mbetëm? Jo, nëse veç këto e tash të që kjo se... Tash, një furnizues po vje për komunat veriut. Një furnizues po vjen për neve. Pse për ata ma dirë, e para punës. Edhe pse importuesi jon po del se po bashkëpunon me furnizuesin e tyne, në ndërkohë na i kena
çmimet më shtrejt. E kjo. Që kjo është kollaps. Që kërkosh nuk e marr përgjegjësinë, edhe pse është hetimi prokurorial të shku në shumë përmosa. Okay. Çka ka ndodhur të zgjidhjet? Mas 5 vjete, mendoj që presioni medial i gjithëmbarshëm e ka bërë këto, edhe hetimet gjithashtu që janë në vjeshmëri prokurori, me pas rrugë barse na. Do me thonë kesko, që na reprezenton neve si si konsumus, ka rrugë barse. Mas 5 vjete e kanë lënë neve me pas vetë rrugën tonë na, se kjo nuk ka përfitim ekonomik. Na për neve s'mundesh me përfitu ekonomikisht se e ki të rregullum këto. Kesko punon për neve. Kjo është si rezultat që e kena pas të mirë për këtë qësoj që kena bo deri tash. Zgjidhja është planifikim vjetor i gjithëmbarshëm i tërë sektorit energjisë elektrike, që nuk është bo as në vitin 2025, as në vitin 2026. Kjo është edhe një ndërshajat që këta nuk po punojnë për neve. E dyta, planifikimi vjetor, ku kemi importu energji elektrike, sa kemi me importu, pe kujt kena me importu. Mund është me importu pe Krasis, mund është me importu pe Shqipnis edhe thu. Gjatë sezonës pranverë edhe vjesht dimën, do të marrim nga Shqipëria. Kryet kjo punë. Gjatë sezonës verës, pranverës, do të marrim shembull nga Kroacia, po e thom, ose nga Bosna. Nëse e ke marrë rrymën për Republika Srpska, dësh me tregu. Burimin, me tregu burimin. Po, me tregu burimin. Se energjia net që vjen si qarkullim të na është të mbetë për Serbisë. Ka jetë e marrë rrymën elektrike, nuk ka sens me marrë për Hungarisë edhe për Austrisë. Tash për publikun, do më po mënona me shpjegu dikush që s'është ekspert, dikush që nuk e kupton, një qytetar, a është çaq vështirë me kuptu, mi gjetë çto dhona, edhe me tregu ka vjen rryma ose ku e blena, do më thonë janë kontrata të brendshme. Çka mujna me pona është veç harta e qarkullimit të energjisë elektrike. Ta mujna me po. Mujna me po për shembull se që sot janë 5 bloqe, vërteta, po A4 është shku në funksion më shumë a pak kapacitet. Edhe kjo e ka nol pak importin, po jo konsiderueshmërisht. Tash, kontratat brendshme janë qëto NOA, Elektroprivreda, edhe këto do të më konë, për që ata po thëmë logjistik, i lidhë sa më. Nuk është kontratë që ata e shojmë, kastë e shaj, po na nuk e shojmë. Megjithatë, Ministria e Ekonomisë dhe ZRE-ja mundet me po, edhe sigurisht tash kjo, çka po edhe tash në prokuroria dhe me anë të parlamentit me komision. Po edhe pa komision, kam nëse zgjidhëm të potete, se alo do të më prit certifikimi, kam e përdor gjitha mundësi. Mekanizmat brana edhe në komisionet parlamentare që janë shumë të rëndësishme, e që dorën zemrë brenda vitit 2025, na shkoj hoq pa mbishyrje, pa debat, pa diskutim, pa thirrje në seanca plenare të jashtëzakonshme, të gjitha këto, mendoj që prandaj shpesh sa më shpejt me pas institucione, normal po presim me rezultatin përfundimtar, certifikimin, po përgjegjësia, kuvendi, mbikëqyrja, që është jashtëzakonisht e domosdoshme. Sidomos për kasta dhe për zërrej. Na duhet mi tregu këti veni, që venin tanë, nësë po thëmë që këto e kanë vjedhë, po kanë bo bashkëpunim aktiv, pasiv për me ardhen që gjendje. Ose që qyte një farloj heshtje se ju ka komenu. Na duhet me pas edhe për ministri, edhe për gjesë në ministri, edhe vetë ministria, duhet më konë, edhe vetë kryeministri. Këto duhet më konë një mësim që venin tanë nuk bën me vjedhë dhe është vjedhja, është me një farforme, edhe sidomos kur shihet që ki interesa tregtarëve që munden me bashkëpunu me Serbi, është destabilizim i venit edhe tradhti. Jo, është siguri nacionale. Sigurisht, po dhe ndikojnë siguri, edhe furnizuesi serb. Elektroprivreda është i jep rrymë Serbisë. Nëse ty të ka hinë sistem elektroenergjetik, ku o pavarësia jonë? Kjo do të më marrë një herë mirë, mësim, si nuk ka vjedhjeve shtendere, hajtë se kejtë kanë vjedhë, hajtë se po vjedhë gjithë. Kjo është shumë se kaq. Se kjo ndikon ekonomi. Tash që 250 milionë nuk keni parë gjë akoma. Kjo tash shkon... Pse nuk kemi parë gjë akoma? Po jo se tash kjo shkon zinxhir. As bërthehet kjo 200, domethënë del pa 259 milionë. 259 milionë ose komu subvencionu prej ministrisë e që janë pare tona prap, një investim tjetër kom e na mungu, ose që janë hap investimet, konsultimet publike, tash na bjen fatura tona. E kur bjen fatura, rritet çdo shërbim, gati se dhe rritet çdo produkt.
Tash e Valla shesha... veç me konë më na mytnive qytetarë, do më dhënë prap në faturat tona çdo sen. Kjo është kolaps, është deri në fund është, e ka gry në ekonominë e Kosovës. Për ma shembull me vezë. Kur veza rritet Po edhe tortja. Po, Rritet edhe tortja. po, Po po rritet çmimi. po, absolutisht. E rritet edhe ëmbëltorja çmimi. Po. Edhe na pe pagujmë. Po ç'pe pagujmë edhe vezën edhe ëmbëltorën. E çysh tash? Dy herë. Edhe çmimi në fund, Çto do të më faturës, njerëzit? energjisë, Njerëzit janë do të më ditë, na krejt gjithë që jena të pagu edhe vezën edhe tortën. Edhe rrymën, edhe shërbimin, tek prej fitnesit mëngjes, kur shkon, e pagun deri në mbrëmje. E pagun që atë rrymë që e pagun janë ujtë. Që pse është ndihshme rryma? Janina, Ymeri, faleminderit shumë për këtë diskutim. Unë e di që na kena me pas mundësi, sidomos me zgjedhjen tonë në Kuvendin e Kosovës me certifikimin, po thjesht duke parë situatën aktuale që e nisëm vitin me problemin e sidomos mas vështrimeve që ndodhen, me mungesën e energjisë, me zonat që erdhen nga bizneset edhe qytetarë, kisha shumë nevojshme të diskutojmë në këtë podcast, ta japim një pasqyrë sipas vlerësimit tonë të situatës dhe çfarë, po gjithashtu e diskutuam edhe jo vetëm analizën edhe thelbin, po edhe se çka mund të bëhet dhe çka mund të zgjidhet. Faleminderit edhe një herë shumë për kohën edhe detajet që i ndove me neve në këtë podcast. Faleminderit juve, knaqësi. Shikues të nderuar, ishim me Janina Ymeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.